Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata speciale në Ak shtyi shpallin në akt gjykimit për ishkrerjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e dhomave të specializuara në Ak thuhet se trupi gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit lëshoi një urdhër me të cilin shtyu afatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethanat të çështjes gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi, trupi gjykues nënvizoi se nëse një shtyrje e mëtejshme afati do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hag. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrevëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë e pajustifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita shqiptare kritikon vendimin e shumicës në pushtet për të mos marrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike në Bozo vlerëson se qeveria po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve duke rrëzuar tre nismat që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familjet dhe bizneset. Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera, për uljen e akcizës mbi naftën dhe dieselin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese, Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialistë. Në deklaratën për mediat nga ambientet e kryesisë kuvendit, deputeti demokrat ngriti akuza dhe për menaxhimin e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar i karburanteve, duke pretenduar se vetëm në muajt e fundit janë mbledhur miliona euro shtesë, të cilat sipas tij nuk janë përdorur për mbështetjen e qytetarëve. Vetëm nga tepricat e VSH mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit qeverisë. Pyetja është e thjeshtë. Ku kanë shkuar këto para? Në vend që do ktheheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen kontrata dhe marrëveshje dyshimta korruptive apo shpenzime luksi. Sipas Bozos, qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rreti të ngushtë përfituesish. Kriza e karburanteve në lindjen e mesme nuk e ka vendosur në vështirësi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në njoftimin zyrtar thuhet se aeroporti vepron me linja ajrore, duke mos u ndikuar nga kriza globale e mungesës së karburantit për avion. Sipas saj, nisjet nga Tia do të vazhdojnë normalisht drejt destinacioneve të parashikuara. Në njoftimin zyrtar thuhet se partneri i furnizimit me karburant për avion, Air BP, ka garantuar rezerva të mjaftueshme për Tirana International Airport, mbështetur në rritjen e shpejtë të fluksit të pasagjerëve vitet e fundit. Furnizimet janë të garantuara dhe situata paraqitet të qëndrueshme çka na lejon të operojmë pa shqetësime, thuhet në reagimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Bota. Bashkimi Evropian vendos kufizimin e blerjes me kesh deri në 10.000 euro duke filluar nga koriku i vitit 2027. Limiti zbatohet për pagesat për mallra dhe shërbime kur të paktën njëra palë në transakcion është një person juridik. Megjithatë, kjo dispozit nuk zbatohet për transaksionet mes individëve. Rregulloria u lë shteteve anëtare mundësinë për të vendosur kufime të ulët. Duke futur kufizimin, Bashkimi Evropian dëshiron të ridrejtojë më shumë transaksione në kanale gjurmimesh, gjë që do të zvogëlojë mundësitë e abuzimit. Vlerësimet e Kombeve të Bashkuara tregojnë se nga grupet kriminale çdo vit pastrohen rreth 1.87 milion euro ose 2 deri në 5% e prodhimit global bruto. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.